Fshati Remnik është një vend banim që gjendet në komunën e Vitis, në juglindje të Kosovës. Ai shtrihet në një zonë kodrinore me tokë pjellore dhe natyrë të bukur. Fshati aktualisht ka rreth 1000 banor, e i cili ndër vite ka ndryshuar dhe vazhdon të ndryshojë, shkak i njerëzve të cilët shkojnë në mërgim. Banorët kryesisht merren me bujqësi dhe blegtori, duke kultivuar drithëra, perime dhe duke rritur bagëti. Një pjesë e tyre punojnë edhe jashtë vendit ose në qytetet e afërta. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, edhe Remniku, sikur fshatra të tjerë, është përballur me vështirësi dhe dëme. Banorët kanë përjetuar shpërngulje dhe humbje, por pas luftës, fshati është rindërtuar dhe jeta ka vazhduar. Sot Remniku, sado që ka probleme infrastrukturore, mbetet një vend i qetë dhe rural, ku ruhet tradita, mikpritja dhe lidhja e fortë me atë dheun dhe tokën. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi me një javë tjetër të emisionit Në Votër, kënaqësi shumë e madhe. Unë e them gjithmonë që nga çdo javë unë udhëtoj nëpër fshatra të vendit tonë, fshatra mbi të cilat ndër vete kanë histori të dhimbshme, kanë histori të lavdishme, por mbi të gjitha kanë edhe histori që për dashninë e adheut bëhet gjithçka, në fakt që vendet tona me aq sfida që kanë pasur ndër vite, ata kanë jetuar, kanë investuar dhe kanë mbetur në tokën e tyre. Siç edhe mund të shihet nga mbrapa meje, sigurisht që po bëhet fjalë për një fshat bukur shumë të zhvilluar ndër vite, sigurisht me fenomene të ndryshme. Fenomeni më i dhimbshëm në fakt që është që ka shumë mërgjimtar, nga 3000 banor që i ka në gjithsej, një shumicë e madhe jetojnë jashtë vendit, duke e lënë numrin pothuajse tek afro 1000 ose edhe ndërtë, sepse me njerë pas luftës, por që kryesisht viteve të fundit njerëzit ja kanë mësy vendeve perëndimore mbi të cilët ata jetojnë, punojnë, por vinë në Kosovë edhe investojnë, sidomos që tashmë jemi në stinën ku mërgjimtarët vlojnë në tërë territorin e Kosovës dhe ku ka më një kënaqësi më të madhe. Sot jam në fshatin e Remnik, pra të komunës së Vitis, e me qenë se i përmenda po atë shumë mërgjimtarët, dua t'i përshëndes dhe t'i them që lëmët ju për vendin që e keni, sepse në këto orë të pasdites i kemi 2 orë që sillemi rreth Remnikut, duke e parë në për secilin cep që ka vende të jashtëzakonshme, cepa të jashtëzakonshëm që i rrethon ky territor, ky vend i cili në fakt është kodrino malor. E thash në fillim që e ka një histori bukur të ngjeshur sa i përket luftës, sigurisht që ka dëshmor, sigurisht që ka shtëpi baza të ushtrisë shqiptare të Kosovës, e që nga secili vend në Votrën tonë dhanë gjithçka që sot ne jemi të lirshëm të vijmë në Remnik e të shkojnë për secilin fshat që tashmë ju e dini, unë udhëtoj atje ku kam mundësi. Banor këta të cilët merren me shumë çka, por kryesisht në qendër të vëmendjes bin blegtori, delet, krerë të lopëve që ka banor të cilët ka deri në 300 krerë të lopëve që keni me pas mundësinë edhe kënaqësinë, po ashtu që me i pa përmes pamjeve të kamerës unë. Nga pamja që jam unë këtu, është pak me një lartësi që mund të avereni të gjithë fshatin që është mbrapa meje, e unë uroj që sot kam i taku banorët të cilët banorët kur i takoj flasin gjithçka, zëri tyre që nuk u dëgjua kur, edhe banorët në për zona rurale, në për fshatra, kanë gjithçka për me thënë. Ndoshta si shohin situatat që ndodhin, qoftë ato politike dhe pson politik nuk fus fare në për emisionin tim, vetë se dikush nëse dëshiron me fol për ta, por që kanë shumë çka me tregu për gjithë sfidat edhe në gjuhën popullore, siç thuhet, hjekat me ardh deri këtu. Pa dash me zgjat nga këto pamje fantastike të mrekullueshme që vijnë nga fshati Remnik, dini për ju ofron pak prej tyre, e ne takohemi vetëm pas pak, e uroj që me disa njerëz që më fshatin, që më flasin për vendbanimin e tyre. Qëndroni me emisionin Votër me mu Valin edhe me pamjet e dinit. Shihemi pas pak.
A je lodha Haxhi? Qysh je? A je mirë? Çka ke punë? Apo mënesh? Ani shqyqër. Na jena gazetar, jena të e bo gjerim fshatin Remnik edhe historinë e tina. Edha kështu mujt me bo një bisedë me ty. Se ma i vjetër pak, ke me dvet pak për Remnikun. Që ki mundësi? Qata? Qka të dish kalëzës, unë s'pët ves për kohën e gurit atje. Atë nalëm dikon që të, edhe hina nërhije. Jam me një banor të Remnikut, të cilin e takum rastësisht sepse ishte duke ecur, edhe ndoshta nuk po të lodhëm sepse unë alëm nërhije. Zotri Islamin, po të thamë zotri, ndër bisedë më dhe më thot bac ndoshta nuk pish punë. Çush je? Qysh dush, bëna bas, bëna. Bën dy atë. Çush je? Po nëmbe ti dikun. Deri ku? Ti. Dhe sot mundesh me hyj edhe me dalë edhe me Po ecë. dhe kesh, se gjemine kum larg, kesh me fol drejt. Zoti ta pranoft. Hala banal të kum shpi. Apo anit kena më të shumë e kerë që mos me ecë ti. Jo, nuk o larg. Po so veti ke bo? Me 14 qershor i bëj, edhe një muaj e gjys, 18. 18. I e lind dhe i rrit në Remnik? Krejt këtu, Kretë këtu. Kur pa livrit? heq. As lufta nuk mujti më të... Jo, për luftës më dollëm në mal. Po, mal najtëm një 15 ditë. E pështumë, u këthymë apet. Pi malit. Në mali me pështu, para me në kur thëtë zoti. O, janë mal. Këtu 80 vjetë prej që mon men qysh... Rake borë. Borë rake në zoni borë kuku. Qysh i kujten që ato vjetë? Ha? Qysh i kujten që ato vjetë në mal? Wallahi, bëllë të shtira. Të një pi herë të shune, pëzu, kom hekë se baba më ka dem, kalon 17 vjetë, I ri. i ri. Tu pas ka dash me morë jetën vetë në durë. Wallahi, krejtë. Ka mos, ka si më punë. Të punu, Kur pa unë alë. po wallah. Qka ke punu? Po qështu me kom punu në Shkope, në Malëzie, ka Vojvodina, në Banat, pak në Zvicër, qështu këtë venat. E pas ke përjetu dhe jashtë venit pak. Po, ku mano, kemi bëjt duhan, në kom 12 orë, me shku 12 me ardhë. Kur të menesh veç 80 vjetë, atë duket si i ki 300 ka njerë. Wallahi, ashtu pu, mi që dhe me shku, shpejt tash po më duker kanë shku. Pa i ke kalu mirë me shëndet, Bili, deri sot soi. A ke pos në i sfit në shëndet a ju? Jo, bash ashtu ka pak pua, bash qitë fort me të madhe ju. Shqyqër o zot. Jo, nuk e. Shqyqër o zot. Jo, se kum. Në Remnik, kur po folëm për luftën, pasi Islam, po të thëmë tash, a ka përjetu shumë Remniku për te që pasi qenë male, tani jeni këthy, ja këni njës pej zero si jetën me ndërtu shpitën. Qashtu ja kena njës. Të ne kena pas aty, shumë kena pas kësi. Refugjat, Lado, Nasal, Zheger, Budrik. Që ka nejt ato bashkë me ju? Këtu. Po, kena pas. Kalaj lufta, ja njës me morë vetën. Po, tash, lufta kaloj, po, gjinja e harrun, pak. Ku do që shkoj Bac Islam ma thojnë që ta, pse harrum, fakt? Harrum se u shlirum, u shlirum. Po ju të luftu për më fshiru, kur u fshirum, tash e harrum. Po, e harrum, po, dishka puna, shtu për nërveti nuk o në regëm.
E përshë shë përbujnë këta liderët, s'pë binë kur kun heqë. Që të puna nuk o mirë. Ju plesht e keni një farthone i ka hi leti këti populli. Ndoket që e thoni. Po dhe që ashtë të ka hi leti. Qka do me thonë që ki ka hi leti? Do me thonë ti për një vjetë këta për zjedhe më bo katastrofë, ha? A del më me votu basi islam? Ju, ja që të më ka orë. Vëllaj, po. Vëllahi, ju nuk dalë. Ja, se shë me dalë, del përbot, për gjësë përbot. Kur gjo nuk o bo? Ha? Realisht kur gjo, ishtë mu lodhë qytetarë. Vëllahi, qështu. Edhe thash, asi hargjime të shqetëpare ti shashkojnë votime. Të shqetëpare me javon gjinja janë s'kanë buk me hongë. Qështu, janë të hekë. Me hek një popull që e ka përcy një luft tronë, edhe pa të bojnë hajgare lider të unë, vëllaj pak... Qështu, janë të bo. A më ishe mi pa lajme të ditëve të fundit që kanë bo, a krejt kështu, a i ke po që kanë bo krejt. Pra më din 12 natës. Te një kom nejtë. Te një që të kom nejtë pështet për ka uqi, televizori për para, te një kom nejtë. Edhe zi e terë ke po. Zi e terë. Po, vëllahi, qështu. Që vasi islam, qa me po këta pi kanë interesat e veta, ma sa nej populli po hjek ka pak, ju ka pak po shumë vëlloj. Ja qëre tash interesat e veta, po. Po tash, kur që ti nuk mënesh tash me bo, vetë dishka. Du të krejt dishka, më mledha të me bo. Krejt bashkë mu po. Krejt bashkë. Bashkë, jo marrë, asi pa marrëveshje heq, atë të thonë, jo për ju qojmë kësi festa, jo asi, të i besha me që festi, su kërë unë ty, qësh për bojmë lafë, qësh të bojna, qësh ja bojmë. Ata s'pja bojnë heq. Pensioni, apo mjaftën a ju, basi islam? Jo, beqar mjaftu i koshtër. Kur të menejsh një jetë ke punu edhe... 150 euro. 150, a? S'pa dali bane, shkoj 5-6 euro. Ne, më ne aroni jam. Vallaj, 5-6 dali. Inshallah, U bon ftë mirë. thot zoti, mi sa vitën e bëhet dishka ma mirë. Po ma rumbre të thonë ashtë nesh hajtë se bëhet mirë, nështë e bëhet mirë, qërë ti ke bëhet 80 vjetë. Dipe, tash ma stashit, nështë ta bëhet. Dash zote, na përpresim. Apo më kalëzën vishë edhe pak shurë për këta banurët Tremnikut, me shkaj një marra, kini punu të tuk, apo në një halo, apo mënë ja. Këta dhe shmeditjen morë krejt, me tuk, ma shumë, me gjuhë. Po tash ju, tash ma pak. Tash me gjuhë kanë do, nga zokat për shpi, po mojnë tash ma shumë. Ju su kër atëhere, ka një, ka dy, tash e mojnë, ka 10, ka 20, ka 30. Ani mirë, sa me gjallë. Tja, a je morë në ti ma herët a ju? Ja, unë jë morë vishë se për veti. Vetë sa për veti, balë. Po, te para 5 vjetë, kom pas, që 5 vjetë mo e kom jekë, mos s'mush jam me nejtë. Ja, s'monosh. Pse i ka me i tem një remnik si pak maj vjetër nështë ta mën me dita, din gjo a ju? Vallaj, tash, i kam me tash, ma larkë speditash edhe unë qështë e kom mërënjë qështu. Po, e ke mri qështu? E ke mri qështu dhe qështu e ke lonë? Po dhe. E pa që shnetën, e të rrit nera që fulle me mu, respekt se s'po du më të munu ma shumë, e zotit ta pranoft. Jo, ti folë se asi, unë... A më nësh me jetës po ka pak? Po bre. Hajde jetës më ka dalje, pro, dhe që atë. Se me kërë thani ka me qëllë, se nuk t'lo me jetës. Jo, jetësi bre. Halal të kuf. Fëmija a ki këtu a jashta. E fëmijën vëlla ju. Vetë jam fillet. Pse? Po njoni gjallën Prishtinë, njoni në Zvicër. Qikat shkume, fillet jam shpi. Problem pak pe kom bërë. E gruja s'është mo, Jo, gruja që 5 vjetë. t'ka vdek. A e pandemija.
E murra? Unë po ata, unë kesh, unë pështuva, sa me jetë me hjek. Pak grujat pas kalon keq. Kesh shumë. Apo më nësh mja dalë batë se islam vetë? Allah, bëll me zërë. Me zërë. Buken vetë. Krejde, po aty një shkitore kom që ty në skaj. E që ty adi kom natë. A ke provu me shku të djemta ju, të vajzat me vizitu ka pa? Jo, ko dimnit rria që shkoj, mujnë këtë shkur, asi janarin edhe shkurtin I kalon atje? i shty, pës po më rrijet. Ja, si, nuk o për juve me dalë jashtë atje? Banes. Ja, më O sfarë. shkatër në katë. E, tash veres ju, valla, veres, nuk po muj me shku. Su në rri. E dimnit apet po rrif, toft. Banesa, e ma e nëzete e këtu, vetë po du dru, vetë po pritoj, unë me kallë dru dimnit, po du të me shti shumë. Po, qysh ja, Me zesh. edhe nërtë. Anja, vinë biletash verës Me zesh me vinë. pushu ka pak djemë të vajzat, pu? Vine ato, vine ato, me ardë po, ashtu vine. Po, vine që shtu. Po, Ja. mallin e tyne garant e ki bëllë, edhe ata tonin ashta, baci islam, po qa me bo. Po, A je kon i pajtimit kur kanë shku jashtë a ju? A je pajtu me ta? A ju ke thonë mos shkani? jo, vëllohi, për ashtu, që shkan deshka me. Qështë s'kom pas, po ta e kanë këshyja të drejtimin e vetë. Po. Edhe ti javë ke bo amin, qka me bo? Shumë i bo, ata ta shqyqili për këshyre jetën e vetë. Ata me nërru me thmi, me rënume. A që e këj gjore shonë Prishtinë i ka 2 gjemë shkollë, vetë në punë, gruja edhe aje qështu, punë, e qështu. Qëti, mirë që i paske, se ka dikush nuk i ka dhe hiq. Jo, po, jo, ashtu po, kështu mirë në vesh me telefonë më thirën. Ja, më thirën, po, më thirën. A mo mi pas nga të është edhe ma mirë. Që shumë ma mirë mi pas ngatë mi pas til natën asi me mullike me asi kush me qute mjeki. A të ka ndodhë në i natë? Po ju të thash hala jo, e ka ma që një vla, një gjalli vlavit, Po. ma sa mi haj më qënë. Se haj, adi haj më qënë. Po thëmë adi, Kër e ki di kantonin që është ma nga të atëherë tjetër sanë, është një farë, sa i zoti sot që ka thonë për me e tu, ti bili që je besimtar edhe e din edhe ma mirë. jo, që unë që aty e di edhe jo mi ka nisë të zoti që ka thonë a i botë, s'ki qëtër derë, që shë ka shkru, që shë kjo smetë. Kër vdiq gruja, a the, që dhënë s'kisha jetu moa si përzive zotit një punë të veta. Asi, volë mla keq, po, s'po të shë me bu. Një s'kisha me bo. Se një landish, aty në spital, Po. edhe unë aty kesh. Qështë e ke kalu me to në batës islam këtë jetën? Po me e kemi kalu, po a e ka hek shumë. Atëherë s'kome. Unë 6 fëmijë. Ka mushna me ngëmë me aboqarë, në Prishtinë, kom shqit duhan. Aty, ka miliciash, shkije shumë herë. Në kanë jekë, në kanë gjujtë. E me gjujtë, në kanë gjujtë, vëllohi. Keni hjek shumë edhe jo, që e keni përjetu shit lufte, këta njerë që e patën pushtu, po qa keni me bo? Po, jo, tash, jo. Po thëmë tash, pitashtit, tash kë shkavi, a ju përzum, tash a i mirë, u hjek. Po thëmë tash du të me konë ma mirë di shka, du të me konë. Dë bashkum, bre? Bashk. Po qajri, po ju, po shien punë që gjithë ku po bunë aty
që si seansa, që si veç me gjurme, veç me të përlame. Na mujshëm na popullin oni me tjetrin, se për ata tybe, bazë islam mi qitë edhe milion krejt. Dipe, tash, për nërvetina nuk du që ashtu me bo. Nuk dohet, me vërtet, nuk dohet. Ka ndryshu shumë, jo të nëherë me pak senë i një komat knas, na ta shplet senës për kena s'pjadim lezetin. Jo, Allah. Pas islam të rrit nera, shola ki shnetën, Që të e kam ata frujna me kërë sahura. Jo, Për një me, a mën me jetës. Të rrit nera, e falemdejet shumë që falem, shola je mirë. Hajtë kalu. Respekt, falemdejet shumë. Hajtë. Unë jam i Sankovcit, Drenasit, Drenic, kjo është i Prishtinës Shashkovcit, kamermoni jam. Respekt, falemderit shumë. Shumë falemderit. Një fatkeqësi që e përcjell fshatin në Remnik, sigurisht kur i shohim këtu bukurit rrallat natyrës, edhe kryesisht shohim një pastërti brenda fshatit që banorët e mirëmbajnë. Të paktën ata banorët që kanë mbetur, për ata e kanë fjalën, sepse me sa kuptova edhe përmes Bacit Islam, që na tregoi që ata janë zbrozur edhe jetojnë në mërgim. Prej shumicës, prej shtëpive që i pot përmes pamjeve, realisht një shumicë madhe, një numër i madh, ata i kanë shtëpitë e mbyllura sepse nuk janë këtu duke jetuar. Banorët e Remnikut, e thash atje në fillim, përveç që janë punëtor ata të cilët kanë mbetur, kanë bagëti në një numër të madh. Për shembull është Besim Rexhepi që vjen nga ky fshat që i ka 350 frym lëp që keni me pas rastin me indjek pas pak ku shkojmë edhe atje, sepse ai i lëshon me kullot në fshatin Budrik, shkoku i një hapësire edhe më të madhe, dhe duke pasur parasysh që i dohet për gjithë ato frym ose krer lëp që të kullosin, sigurisht që i dohet një hapësirë shumë e madhe, por që edhe këtu është një hapësirë bukur e madhe e gjelbruar që ato krer të lëpëve kanë mundësin për me ngranë. Realisht po e shohim, ose po e vrejmë edhe ju përmes pamjeve që shohim vetëm pak fëmijë që lëvizin, po mirë, të paktën është e ardhmja që lëviz në fshatin Remnik, por që edhe Zoti Islam tha që nuk takoj banorë që ta ndrojnë dë një muhabet sepse nuk ka. Duke pasur parasysh që jemi edhe në një ditë, edhe për neve është keq që xhirojmë në një ditë pune, kështu të zakonshme që njerëzit nuk janë këtu punojnë në Gjilan, Viti, Ferizaj, Kashaneke e të tjera qytetet që i rrethon Vitia, por që ne mundohemi t'ju sjellim pamje edhe mbase takojmë ndonjë njeri, por mbi të gjitha lumin që e shijoj këtë natyrë që e ka veç Kosova, votra jon. Po jemi me pak pamje, takohemi mbase me ndonjë banor tjetër të fshatit Remnik. E kam taku, unë po i thëmë zotni, se mu isha me mojt dhe në fond se pianisi me zotni tani pjo thëmë Bac dikuj. Që dush. Gjevdet, a? Po, Shaban. Gjevdet Shabanin, fshatin Remnik, e kam thonë fillime, po e pëtënsoj her pas here që njerëz shumë punëtor. Paktën që ju del të dora, punëni edhe
qoftë se edhe ti s'ke punu kur ma herët. Si me thonë punë shteti, po punë shpije. Ja, punë shpijes të katunit. Mirë se kena gjetën e mlik. Mirë se kena ardhur. Nuk e di, ky vend na ka prit gjithë musaferave, ka qelë derën, a o mi këprit sa heq. Tejpër, sidomos për shavin njerëz, i thujmë shefeli kështu më herët. Na i thujnë jabanxhi. Jabanxhi, shefeli, që është e rrugë, mirë, i presmi mirë. Ku gjatë ato mundësi tona. Ja, janë mundësit e tona, se s'po thënë ata t'mja prej një bek atë. Ja. Zotë Gjevdet Qushje. Mirë, fanderit. Mirë me shëndet. Mirë. 56 vjetë i ke bu. 56. Inshallah edhe një 100. Shumë Ja, si ti është nëshe mirë, pse ju? Me qka po mirësh? Qështu punë të shpizë bëllë dalim, po përse? Në para barës aty, bëjsika pak. I lindë dhe i rritën në Remnek? Në Remnek. Qësh është si fshat? O punu gjithë të u ka, keni pos lëp, keni pos... Punojnë, kena pos lëpe, dhane, me kaket, me pula, me shek zisëm për fshat, këti kena pos. Ta është të smojnë shumë, po ka, sa du shka. Ti për veti, a mona jo sa për veti na i... Jo, me do pula mirë na, që te, s'kom shumë e bunë me qato. Ja, një mirë bëllë, me diçka po marrë me rëndësi. Unë me punu shumë përnaj, se më koni smu, tani ma punoj gjemë, 2 kam këtu, 1 jashtë. Të ketë jenë konë, po jenë këthi. E 2 punoj këtu me bagera, me sisa. A një mirë bëllë që si punë që... Mirë, ja, elhambi zotit, nuk o keqë, mirë, Nuk bankosh, me shëndet asha e forcu pa? Mirë, jëmë konë para 5 vjetë, së më trunë, mirë jam. Elhambi zotit. Faleminderit zotit. Mirë, probleme s'ka, fshatë është shumë i qetë. Mi më ledhë këtë, dalën 3.000 banorë ose ma shumë. Me ata që janë jashtë? Me ata jashtë, po. Du me thonë, këto që janë rezident, janë pak. Po aki, a dalën 1.500.000, po aki ma shumë s'dalën. Po. Se jashtë janë. Nuk ka shpiqë si ka 10 jashtë. Ta shtu në jam veti 6 me 2 gjemë këto, ama jëmë konë veti 2. E shumica janë ka 2. Amo, kur ndodhi mas shumë të Zoti Gjevdet që janë nesër me dole jashtë pas luftës me njëherë? Ja, vëllohi, që to 6 vjetë e fundit. 6 vjetë e fundit, a? 6 vjetë e fundit ka ndalë shumë. Kur të menesh s'ka shpijat ndrestat bukura, këtë... Kretë janë, këtë kushtet janë. Nese, kushtet për shtetis s'ka bukur zë, ujë s'kem, ujë s'jelës. A s'keni, a? Kanalizim jo të hajrit. Amo, kryesor janë mirë, asfalt kem. Kanë punu ma herët, do partisë, për du një cekë. Po. Mira, si ka thonë mirë, qëtë jenë probleme s'kemi, hajnija jo, muca heqë. Që si t'jena na, se ta shto partitë politike po bojnë qka po dojnë, po si t'jena pak na që jena të katunëve, do bashku mu një tjetër një adalëm dyqysh. Qëre, për partitë ditë, ata i kanë... S'pi hina heqa nena, se e kanë bos klot krejt. E kanë veç për që to, Allah ljoku, puna mashtrujnë, se nas po dini, ata puna mashtrujnë. A kanë premtu knej kërë koha e vota? Ma e valla s'kanë ljonë sen pa premtu, po sen s'kanë bo. Apet që është në shtatë dhe i bën punë të tua vetë. Qëre, se ta shto pak ljakë, ma nalë që që te që të ne kanë punë bërlogën, që qenë bërlogë, edhe si katun jo, po të hujnë për më shenë. Do me dalë më për mas janë dhurët në ata una, i kanë bo katastrofë, smirët komuna me këta sana, s'kanë vakt. Nuk kanë vakt, s'kanë vakt. Ja, mirë. Mi po m'pëlqen që je njëri pozitiv, që i shes sanet bilit pak të në bardhi, o këtë ze. Ja. Zbëm me thonë ashtu. E po qaja? Ja, elhamdulillah, pi zotit, faleminderit, po du me thonë pi dove ata shenë hagë. Mos po du me përmen partit. Po. Kus gjës po hinë ka partit. Ata na kanë shtiru, na e gëzojmë, sa djetojmë, për dëshmu lavdi, Allah i pasun gjenet, që të sasu isha me thonë. Dash zotim. Pi tyne i kem këtë qëtu, se vëllohi... E po miru mi a dit ka pak... Për që ta se me kanë mejtë si ta politikanë, për mënimin të em, unë asë një si kësha leonë. Heq, s'na vynë, se në të na vytë. Se në të bon kur gjo. Kur për i bojnë qëto problemet, se këto janë probleme reale, që për i bojnë njënë me tjetë, po transmitohen më të nejtë të populata po bot, këtë qa problem, kështu? Vallojnë, thash, nuk kanë punu, nuk po investojnë, po se katuni unë ka unë pare shumë. Gjdo së në gati shau maru me pare të katunit. Pinë kohën, kërë konë në Jugoslavia, kina unë pare asfalt kina shtru, gjami kina reqë, shkollë, për shkollë,
më herët, për du më thonë, këna në parë, se shkollën e kanë rejqë, ku kanë orë. Ta të për dykës jenë konë asfalin, edhe këta e kanë shtru, edhe makina dhonë, për ujësjelë, edhe makina dhonë, edhe komuna, po mendimin tonë, gjithë shka shau punu, pa dhonë katunë, pa më ishme konë. Du më nëllë pak të problemi ujta, nuk keni fare të në ditën, a është problem kështu? Na ujtë bënore, kemë pusë. A kanë bile që ato bënore? Bënore, kanë te ka korrikin, korrekt, te në shtatorë s'kanë. A, po se është... Ujësjelës nuk kemë, kështu, jo. A o me të problem që nuk u trajtu, më të ja qysh, a s'ka pos kur? Kur s'ka pos. I kanë shtitë ceva do i kanë lonë që atë. A po dhe? Bofshin Vetë haj. më janë ato tani. Po, kanë ere kërës përthejnë për mushën e për dela që poshtë ujë, ullësu ujë edhe ajë. Po dhe po. Ja, vëlloj Do që dhe luftën që ke përjetu. Më falë që po dalë për temës te, po më nuna mësë më të Po, vënu. për luftë s'kam që me folë, luftë që më konë, du me thonë ushtarë. Po, E këto kina he, kina posë më ndërtime, po të ashte luftë konë. luftu kanë. Po, me në vrasë në kanë, bro, me he, kina dalë malë, kina nejtë malë një muje dishka, jena këthuja petë, do kanë dalë Macedonije dhe ka kanë mujtë, do këto janë këthy me në herë, unë jam konë Macedonije, unë këthy me në herë, qështu, për fëmije me ketë, po, e unë konë luftë, pra atos. Ja, asë nuk përdu më që janë se realisht është një pjesë e dhimshme e neve shqiptarëve, edhe kur i kujten atë ku në mali me jetu që tash me dollë një orë me nejtë edhe në ashtastrijet e le më me Po, ka... shumë re heqë, vase veç me thmi, shë kina hekë për pjetë të, se qëtu pare ketë edhe mi dollë malë, shumë në konë kohë e shtirë edhe mshme po, shë me bo, ne imponoj Sërbija të ashti, Na im pënoj. E vërtej. që është të deshke. Hitës për shkujna ma lagë, më thema herët që kejti bëj vetë, qka i të milë që tash? Ja, për familjeve, spesa, patligjona, mirë, kumpira, se si tash- sene ka pak. Se tash që shenë bon shtrajt 8 euro po 1 kilo spejt av djekës. Vëlloj, 8 euro edhe bon të edhe ma shtrajt. Ja, ze besaj ku t'ja nisë më bo Po, këtu. si të bojmë na të poshtë. E po qaja? Sot dem, për kur bona kom një që po dolin smut Kosovës, që janë smut asë një vlo, po kejt biznisi. Kejt mi morë për Rumunijë sa Hungaria ku i morën, që shto shka. Që shto shka këj fama Po, abeti? vëlloj, po, sa me po. Unë s'kom kur bona. Ski. Po, qëtë kanë, Që e gjëna. qatë nush me boti, shoqër zot e pas ke kalu një sfidë ko gjatë madhe, që njerëzit nuk e kalojnë, këta e din. Me gjithë shatë, me gjithë katonartë. E dash zoti. Kejt, kimi hek, So fëmi po të jashtë? një djallë të ashtë. Një djallë, po e përshëndesim aton që jashtë ku të shë këtë emision, edhe e kena bon një bised pak solide me prindin tanë edhe këta që ki pas me jetë gjatë i shkolla. Amen, faleminderit. Falemderit shumë e po t'lo me i vazhdu punë të tua që ke dhe bo se ta dolen Për gjysë. juve që keni pas ku, keni orë me na vizitu fshatin tonë, respekt shumë. Respekt gjithmonë, shoqër që jena shqiptarë dhe jena populli mirë, po... Vishë me kanë të mirë ata si na Allah vetë. shumë i mirë, jemi kur Që që kena punë kur me jemi pëllë. ngosht. Po. Ja, kur jemi ngosht, se kur s'lirohemi se një me kërku, po, mira. Qëshje? Aje mirë, aje burri fort, aje gjallë, qëshje? Apo mënesh? Qe. Ani mirë balë, mirë që e gjallë. Gjallë qështu, tu vyj ka pak. Jo, valla, jo. Hajde mirë, jo 3 mërë të fort. Po kush me të fort? Jo. E alloj dhe i riu po lëke. Jo, lodhet, po qete. Qa ki punë? Vallaj, Qëshje? rahat. Apo mënesh? E ka. Sot cupa i ki? Jo, një 60 sopë. Ani balli pas, kesa për i dare që thë. Me do kinqe së atë. Ani mirë, i remnikut? Po, i ka gjithë, që të nërgja mje, kom shpinë do një 7 që më në qatë. Unë po e posh ma herët, unë jam i sanë kufë si drenasit, me drenica nej,
punoj në Prishtinë, jam gazetar, ky është kamerman, edhe na dal me xhiru fshatin Remnik edhe historinë e tij edhe njerëzit që i ka mbrana Remnikut. Am kuptove? Po. E çaja. Kështu që kur të posh ty me dele, thash ndoshta më lebini mja xhiru dele, po edhe nëse pranon me t'i bëna 2-3 pyetje edhe më mirë. More, jo bërë, s'ka problem kur gjoj, me thonë që në njerëz janë. Ja, po po kuam me gjetë që se njetë. Që një 7 jetë, 2 standa e këmë në Prishtinë, operacionin e këmë bërë Shkup. Këto na tregu që e ka pas një operim prej zemrës e tash është mirë, edhe që po e shohim midis natyrës këtë bukuri që i ka fali malli Zot. I nderuar mirë se të gjetëm Remnik. Faleminderit, sa Tu kish i lumtur për mara. Po, shumë mirë, shumë mirë. Çuçi me shëndet. Po, shëndet që da i mirë jam. Se e përmend diçka nuk e di sa e xhiroj. Jo, ne jam rrit me dhënë. Pra, prindë mi kanë pas dhënë, unë si kena je heq. Jo, a? Ja, heq. Oni mirë boll, një farë trashëgimi familjar. Ashtu, po që ta qeni kosën ku punu me bujqësi, këtë katunit, ja ku mi lollat me maqina, me kosite, jam kështu, që 30 vjetë javë ku mjella, tërë s'ka pos teknikë, kur javë ku mjellu në orat e asit. Ku pos një drenicë, s'o kore po gjatë, po që i erdhen, e ku mujnë shpe një, kur po maqini ka unë që ta kur s'kom po. Maqini të lamu që i shka mjetë. Më thoj që ke livru me kuaje me buja, shka janë ata? Ja me lopë kum livru. A me lap? Ja me lopë kum livru, bilesë ngën ka splugi, u deshke me kishe metru se i kena mytë. A i cëm ka dole, a mund? Po, mërë po, ja, shkojnë mojet që ragjënal të në shkoj. Që dita s'nona, edhe shpitu punu. Edhe fushën e punoj vetë. Halo? Vetë. Qëre tash, teknikë. kur të menojsh... Vesh katunit i kom lonë si punoj mu, ajde që të kohën pisë më smu. A ma e zërshme është? A ju më smu në kodër. A po, a? Po. Të punu? Jo, jo më dhanë. Qa që më konë kodër, të nëtë njënër mi këta gjama më kosita. Qa se ti bje dhanë, po i pëta kositi detelinën. Edhe në kodër më ka rokë qap, veqëm sari, jo njerës, edhe kom mra bap. Kom rajt një kodë gatë që aty, dhanë ka shkuhe. Nësër qashtu kom shkuj kom orë dhanë. Edhe kom shku shpet, tëra kom shku vitit e mjeki, pi mjeki në Gjelan, pi Gjelani 2 reke në Prishtinë. Qka të me thonë njeri furt? Qashtu. Se ty të punuje konë këtu, tu i ru këtu, edhe me vetë kopë. Delet, po. Delet. Amo, qësh është interesant se ti e pas ke përjetu, me jetu me një natyrë, ojri posër, apet si apet me pas probleme me zemër. Qësh i thujnë kësaj ka Ketë jënë që ditë me mu e se i zajfët. Fide? Po. Po ta shikimi e kena. A trashëgimi? Pa, ta e shamë edhe dy vlasni për zemrës, joni më ka dekra me t'lja konë në Gjermani, qeti jonë Zvicër, janë apë konë për zemrës, a vide? Po. 8 vlasni, asë një motër, jena. Edhe keni pas probleme krejt me zemrë? Ja, veç 3, thash, Veç unë 3, edhe qashtë, i mondhe edhe i dyti, edhe unë jam i 5. Mirë jam, dhe më thonë... Joni në Gjermani po ka deka, i mondhe, a kë qeti jonë Zvicër. Mirë është, po konë freka shku që taj, mirë. Gushtime për vllahun e madh. Inshallah në atë botë është në vendin e mirë që shtojmë. Qashtu është, faleminderit. Sa të gjojmë me dele i ki 60 prej tyre, kallëzëm se the që i na morë edhe ma herët. O, basoninë kanë bu me dele këtu njera me se këtë ka pas këtu, na ja këna blej me gjohë me dohën. Dohën kanë punu e, disha kanë punu dohënën. Sa vjetë? Po, se di sa vjetë me thonë të na pi dohënit, mu dojnë teknika me teknikë, na blej të portë, na kom blej teknikë edhe na salë, budrik që ke po, na kena në punu. Na, kura është shpet dhejtë, në dhe zveç sëvit, që e si kejtë zë. I lodhën. Lodhën, me vlazni, se thash 8 vlazni. Po, 8 vlazni. 8 vlazni janë. Sët që merresh me to, realisht ka ndryshu pak edhe tregu edhe janë ma shtrejt, bacisinan, soja vlen me u morë, realisht. Për si pas me dele... Dili ofrën pomje, për dhe sa po me dele, fitimi maj mëndhej. Pse? Fitimi maj mëndhej, hargjemi ki mas pakti, edhe të na një del me 2 kinja, e shet 500 euro mi mujtë mirë. Po. Edhe që aty fitimi pak hargjime edhe, asit, fitimi maj mëndhej. Me dele. A ke pas edhe ma shumë e i ke hika sa ki kapacitet? Ja, kom shku te 80, kom dhe ishtë mi bon 100, e di vetë mi këshyrë, se vetë i këshyrë, në si se thëmija, njoni mu e ka kry këto që i shkojnë, që i kryjnë këto me, që i punojnë për projekte, që se në ka e onë pun ka hi. Një është në Irlandë, qetri janë këto ly, u konë Gjermani, po edhe kalonë qëtaj për momentin, qështë. Amo, është knatësi bre, sepse rrallë shohim se mo nuk i dojnë bacisinan. A i gjemë të mim ka thonë jeki. A djemë ka thonë jeki? Se bol ke punu. Bol ke punu, te për kom punu. Edhe sa të punoj që është më thojnë mo, asi të punoj.
unë s'nona heq. Kur për thëmë i e këtë ko shkojnë kontrol, me di shkojnë më apo në mujtë që jam, unë me dera si të thëtë, për ty o mas mirë të qështu, me dejle. Sa të mund është? Po hecë, ajre pasë, hecë, va di që ta e lojnë morrizat këtu fjare e vjene morrizave këtu në filë barba, atë kejtë. A mo më sa habit se, okej, nështë ta ti e lodhe dhe i ke pas problemet, po të marrën edhe që kjo laj punë, që kjo se... Që kjo manë, sonë 60 vjetë i këmë bo. Albe se i ri e halo. Me 8-in, 4-in i këmë bo 60. Mërë ti A më ke fjolla që... Po. Së vjetë i këmë. Po. So janë të shnetë shumë qumshti i deleve, unë e di, po realisht a ke përdor ti të përshëndet ose... Përshëndet, ma herët po se shtaj veç veti këshyri, thash s'kërko sheq, edhe mu në kej mjeli e fsheskinjat, ilo me shterë, a përmeti ma i mirë këtë nuse, shpesh lypin të ashti, i gjothe kose, vim për joshtit e di, po as për veti jo se të kisha bo bilet për veti, po dhe vete plesës, me një tash trenohen mi mjelë, se si këmë su. A kur ti mësesh siki, me mor dikon, me mor aset, qa pra i se me i dy vejnë turisht, sikur me hi pale shka. Po. Vjen mësu veç me mu. Po vjen mua i shejt i Kurban Bajramit, tash a ki përësi, basi si nana jo, as qysh po shkojnë? Desh me dit, një ku mbas luftës, së një shetshmi, ku problem. Si, që një dështë i ko 8 vjetë, 10 vjetë, 10 vjetë i ko. Këtë këtë dhanë i shes sham lypin. Këtë i shes, e mishteri shekon. Këtë i shes, që ka tërcupa vi që kanë blej. Po, një mujdet, me 27. Me 27. Që është, ajve që 4 vejtë, 4 cupa i kanë blej. Po dhe dishka interesant është, që në remne ka përshekën, ato në kodra këne. Me dhënë të mija nuk e ka asë një mishin, kush dhënë për me mos më rrënë, qëtë interesant është. Pse qa unë ke veçanti? Krypën si jam nëlli heq. Okej. Edhe që këbori që se kodrë se plesh të livdojshin, të ishin maj mire që këbori për kofsh. Për del. A ka dikush tjetër edhe atje në kodrë për i shuajnë do tjera? Po qa është ai ko këtu, po i ke paska që këne në atë Ali Hasanit, Ali Hasanit në që këne një sonin. Ali Hasanit? Po. Unë e dëgjova dikën që tha, kë fshat krenohet me Ali Hasanit. Po, dhe që ke ko shkolla pusin, se ajo konkurensorit, po kej Kosovë e din, e ko dhe bustin edhe Prishtinë dhe ko këto është. Po, me prijardi ka qenë i Remnikut. Këto e Remnikit kejt, që veshpin që, që tu, që shtolla, se aj manë, që shtolla, ato e në Tatina. Po. Po e vetë unë në kryetar, vetë i unë në dila. Në kryetar i komunës, o. Ti e në kryetar? Ja, aj, ja, ajo në kryetar. Në kryetar? Po, së kolla litje kryetar, kjo në kryetar Hasan Alia. A është punëtor, kështu po? Se për vetë fokën që i ka këtu në të shtolla? Në Remnik. S'ki më punëtor. Se aj? Kejt, shkollën e kanë krymë me dhanë. E ti këtë njësë s'ka pas. Se këti një kanë pas morë edhe to, kanë pas sonijën e... Që me thonë, shtejti atëra. Fishmeti atëra. Po, ati këtë njerit. Po. E të në masë se kanë bleja petë. Ma punëtur nuk ka heq. Pa dhe më resa blejti ko, që blejti ko që gjënë kohë dhe rekonë të se di sa vena ka blejt. Kryetari shqyqatës bletorë Vlavitina. Heq me këta s'ka me tokë, edhe ja dinë ranin. A mo përgjithsisht si banor ishi punëtor jo? Punëtor, po këni veç që andajmë babaj të në vasit, ti Macedonisë kanë ndollë, ja kanë blej kinjat, për e këllon ma gjopë të një ramë. Po, komuniteti. Po, me zëvenin e parë, kjo ka pazonur. Për dy ka vënu më rënë në kinjat. Partë, ku kanë ndollë me morë, këtë njerë i kanë morë edhe zadrugat, të kjo kanë ndollë të partë me morë. Punëtori fort. Që halali qoftë, halali qoftë. So përshkën një dele të ashina në fesën e ti, a mund është me thona ju? Pini me kenjë, se të shë pushitën 350 me kenjë. 350? Po, që a i ka shqit bëlluqin qaj qajgje, një bëlluk 130 copa i ka shqit Vlavi Qatina, se i ka posat ashtet, i ka shqit në Livac i ka shqit, ka 310 qiftin, 2. Këtë shë jamë do kam pos kinqa, do s'kam pos kinqa, që shëngon, a pëte? Po. 310 qiftin, 2 copa, 620. 2 copa. 622 copa. Po, pas qëllu me kinja, s'kanë qëllu me kinja, qa kështu e kom pazari. Po, qa kështu shku pazari. Po, pës pak edhe për te i punës që e banë me këto shtëpi, me këta banorë në dërvite, që shë keni kalu me njëni tjetër? Na e një ko bashkëpuntorë, si në këtë luftë, si këtë tash, si... Qashtë. Që shë keni shku bashkë? Qashtë, taj, mirë, edhe sot, ndo këtë që me këtë rinit, shotit të rëmnik, nuk ko për momentin. Ti që shtu që jenë? Bashka? Bashk. Heq, s'ka vëllë veç. A kori një heq? Për një me zvetë së në gjonë,
së në qonë gati kërkan heq. A më një bë 3-4 veta? Qa është, a di që ka ushtu këtu në era Pirinijës, fshati. Po, ka ushtu, a? Qa ushtu, që vëlla që farë dashmi që gjelu shmi top, që që nalte, ka s'mas top. Fara si, që s'ka gjenti, që ti gjenu një 4-5 s'ka. Është interesant basi si nënë so kanë rru mënyra e jetesës realisht. Të njëherë me pak, e ma shumë njerëz dhe tu këno që tash ta na senet s'ka mo. Ja, shimë s'ka. A jerë një vëlla pizvicërës vjetë aset, sa s'ke shkur gjota, se po levret ke kërkush, se ko shkejt në gjithë mas fatë shpijin, kërkush ta s'po levret, s'ke shta gjenë. Me të vërtet s'ka, që e me olla qa gje, ka pos dajmë thimi mas shumë të aset, s'ka që taj, heq. S'ka, s'ka. Ti ke ndelet. Po të falenderoj shumë që foli me neve. Faleminderit edhe Fol Zotit që e pas ke shëndetin, e pas ka kaluar si gjatë mëdha. Çaja kryesore, Dhe nuk e di a je vetë që shto arrin se tu kish vetë, domethënë vetë je krijuar prej Zotit. Që shto të pafsha gjithmonë. Ja, që shto rri. Hiç asë që jam çështë. Respekt as mos u brengas për kur gjohesh bile. Ditën e mirë, faleminderit për juve. Respekt, na shku ndelet lart. Për që banorët e Remnikut janë marrë gjithmonë me blektëri edhe me bujqësi, le të themi, kjo pamje që ja sjellim tash e dëshmon më së miri. Këto, fatkeqësisht, pronarin e këtyre krerëve të lëvëve nuk e kemi këtu sot, fatkeqësisht, por që dua ta përshëndes shumë Besim Rexhepin. Ndër vite, nuk e di sa mundet me na kap kamera sepse është bota tash edhe bari i madh, nuk guxojna shumë me hy. Po për atë sa mundet me kapi tërë këtë territor këtu që jemi në fshatin Budrik, realisht ai i lëshon me kullos këtu. Çfarë pamje të mrekullueshme i jepin sepse i ka plot 350 frym me lop. Edhe uroj që kamera ka me kap diçka, po ju frym edhe juve pamje. Për ndryshe Zoti Besim nuk ka marrë kur asnjëherë ndonjë ndihmë, ndonjë subvencion, por me gjithat, ai as nuk është i lidhur me ndonjë fabrikë që ua jep qumshtin me atë sa kam informacione, por që i përdor ata i merr të vegjël, i rrit, pastaj i përgatit për treg, di që punon së bashku me djalin e tij, me familjen e tij. Dhe këtu frym të lëve ai i mban vet. Bori është jashtëzakonisht i madh, por që mund të vrehet nga një pamje e lehtë që ju vjen prej dimrit, e gjithë livadhi janë me kopete ndryshme që janë të tij, edhe fatmirësisht është që nuk i ka ngusur kur askush, edhe ato kullosin përgjatë tërë ditës. 350 frym lop, sigurisht që do të me pas një shtallë shumë të madhe, por që Zoti Besim e ka vetëm një prej tyre, por tërë kohën ato qëndrojnë në ambiente jashtëm. Fatmirësisht që nuk ka qenë një dimër shumë i vështirë me borë, edhe kanë qëndru të gjitha së bashku, por a i thot që dua ta shtoj kapacitetin e ta dërgoj deri në 500. Ky është maksimumi që a i mendon, edhe me qenë se ka bëll kullos, kjo është pamja e mrekullueshme që vjen nga frymët ose krerët e lëvëve të Zotit Besim Rexhepi nga Remniku. Një herët është administrator i fshatit që jemi aktualisht sot duke e zhvilluar këtë emision. Për ju dhe
për ju lëme një pamje të mrekullueshme që sepse edhe syri menzi po i vren, por edhe kamera, po kjo gjithsesi pamja që po ju sjellim nga ky moment që janë në çështë pa temën që ky fshat din? Budrika, e që ai i kullos këtu. Shikoni pamjen. Është shumë e mrekullueshme në fakt, e jashtëzakonshme që në një fshat sikur Remniku, e që të tillë janë shumë brenda territorit të Kosovës, që unë kënaqem me njerëzit, me mikpritjen, me njerëz të grup moshave të ndryshme, dolen ose nuk dolen para kamere, treguan ose nuk treguan diçka për vendbanimin e tyre, për atë sa din, të paktën për mua vlen. Unë uroj që kjo ditë e xherimit, realisht ky emision që të mbetet në vazhdën e kujtimeve të emisionit në Vodër, por edhe si kujtim i bukur për banorët e fshatit Remnik, nga ato çka u thanë, ndoshta ka dhe shumë pa u thënë, por që përmes pamjeve uroj që sadupak për njerëzit që nuk jetojnë në Remnik, ua kemi sjell një nostalgji të bukur sa i përket fshatit të tyre në këtë stinë të pranverës. Tash që po shkojmë nga vera, uroj që e thash në fillim të emisionit që kam me ardhë mërgjimtarët edhe ka me umbush ky fshat në tërësi. Uroj që jeni ndohtë të kënaqur për aq pamje sa kam sjell, për aq biseda sa kam bisedu me këta banorë të këtij fshati, njerëz të mrekullueshëm, e ne gjithsesi që do të shihemi në të premtën tjetër në terminin e njëjtë në orën 19 në emisionin Votër me Valin, e ton verën, e sigurisht edhe ton dimrin, ju e dini që nuk ndaloj duke vizitu edhe duke i sjell nga afër të gjithë mënyrën e jetesës edhe gjithçka që zhvillohet nëpër këto vendbanime. Deri në takimin tonë të radhës, këto janë pamjet e fundit që ju sjell nga fshati Remnik i Vitis, e uroj që ky fshat me gjitha problemet që i ka me lulzu prej së mirave, sepse njerëzit pas ka të jashtëzakonshëm, ky është qëllimi i gjithë asaj që du me e cek edhe me e paraqit përmes emisionit. Një gjë shumë të rëndësishme, pa marrë parasysh sfidave që i ka pas ky fshat, gjithmonë kanë qenë të bashkuar me njëri tjetrin dhe ashtu ju pafsha gjithmonë të lumtur, me dashni dhe me harmoni së bashku. Faleminderit shumë për vëmendjen, këto janë pamjet në fshatin Remnik.